Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Do të rikthehem shumë shpejt. Aktori i njohur turk dashurohet me Shqipërinë. Aktori i njohur për karizmën e tij dhe rolet në serialet si Sençal Kapimi, Kerem Bürsin, ka folur për herë të parë në media për vizitën e tij në Shqipëri, të cilën e përshkroi si një përvojë të paharrueshme. Shqiptarët janë të jashtëzakonshëm, mikpritës, të ngrohtë dhe shumë të sinqertë. Shqipëria më ngjan me një vend ku do të doja të kaloja një pjesë të jetës time. Do të rikthehem shumë shpejt, tha ai për një televizion turk. Burimet e afërta tregojnë se Kerem ka marrë një ftesë zyrtare për të marrë pjesë në një festival filmi në Tiranë gjatë vjeshtës së këtij viti. Nëse pjesëmarrja konfirmohet, aktori do të jetë i pranishëm për herë të dytë në Shqipëri brenda këtij viti, një shenjë e qartë të lidhjes së tij në rritje me vendin tonë.